Vendi ynë po përballet me temperatura të ulta, ku minimalet zbresin deri në -10°C, ndërsa maksimalet arrijnë deri në 12°C. Për këtë arsye, mjekët bëjnë apel qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar në këto ditë të ftohta. Mjeku kardiolog Dr. Ermir Taho e thekson se temperaturat e ulta rrisin ngarkesën mbi zemër dhe mund të përkeqësojë sëmundje kardiake. Ftohtë dhe temperaturat e ulta ndikojnë në vazokonstriksionin e arterëve koronare. Kemi dy kategori njerëzish. Kemi kategoritë e njerëzve të cilët mjekohen paraprakisht për sëmundje të zemrës dhe pacientët e shëndetshëm. Nëse do i ndajmë në këto dy kategori, pacientët të cilët kanë probleme me enët e zemrës duhen me patjetër të jenë më të kujdesshëm në temperaturat e ulta. Që do thotë, duhet të marrin mjekimin në mënyrë të rregullt. Duhet të kenë të veshur disa shtresa në momentin që janë temperaturat e ulta. Shpeshherë në vendet me borë, këto lloj pacientësh bëjnë edhe një lloj eforti të shtuar. Shpeshherë duke marrë lopatat, duke hequr borën në segmente të saktuara, çka mund të shfaqë edhe tek pacientët të cilët nuk kanë qenë në dieni më përpara, episode të tilla siç është angina pectoris ose ajo që njihet në popullat si dhimbje gjoksi. Edhe tek pacientët të cilët janë të shëndetshëm dhe nuk kanë qenë në dieni më përpara, që mund të kenë pas ose jo ngushtimet e enëve koronare, i ftohti dhe shpeshherë eforti në të ftohtë shfaq klinikën e dhimbjes së gjoksit. Kështu që duhet me patjetër të jemi të kujdesshëm për mendimin tim të dy grupet e popullatave, si ato të cilët kanë probleme me enët e zemrës ose pacientë të cilët janë të stentuar, ashtu edhe grupi pacientëve të cilët ne i konsiderojmë të shëndetshëm. Një dhimbje shtrënguese, që ne i themi një dhimbje retrosternale, e cila mund përhapet majtas djathtas sternumit ose majtas djathtas gjoksit, që mund të marrë krahun e majt ose të dy krahat njëkohësisht, ose mund përhapet shpeshherë edhe brapa shpatullave. Një dhimbje që zgjat disa minuta dhe pushon në momentin kur ne futemi ose në ambiente të ngrohta ose në momentin kur ndalojmë pjesën e efortit. Këto janë dhimbjet të cilat duhen konsideru dhe me thënë drejtën janë një alarm i kuq, një këmban alarmi që duhet me patjetër të na bëjnë që të shkojmë drejt mjekut. Ministria e Shëndetësisë apelon që të gjithë qytetarët të ndjekin këshillat e specialistit për të mbrojtur shëndetin kardiovaskular.